Ky është Bryant Park këtu në New York. Është një park I vogël ku shpeshherë përdoret edhe për patinazh në akull, tek ajo fusha që sapo pam, ndërsa këtu kemi këto karriget apo tavolinat ku njerëzit qëndrojnë, shijojnë minuta relaksuese, pinë diçka, konsumojnë diçka dhe kalojnë kohën, pra është diçka shumë e bukur. Disa qëndrojnë në baret apo kafenet këtu, disa të tjerë lozin edhe këtë lojën me këto sferat metalike. Është një lojë që nuk e kisha parë ndonjëherë unë. Me sa duket fiton ai që afrohet më shumë tek është një zar I vogël aty në mes. Diçka argëtuese. Të tjerë njerëz qëndrojnë në hapësira të tjera të parkut, duke kaluar minuta relaksuese, disa të tjerë konsumojnë ushqim. Pas asaj skene është edhe pjesa e parkut ku, siç e thash edhe pak më parë, vendoset ajo pjesa e akullt aty ku të rinjt, fëmijët, prindërit apo kushdo qoftë me patina rrëshkasin nëse kemi në re, sidomos tek pjesa e festave të Krishtlindjeve, ajo fush aty pas kësaj skenës është pista e patinazhit. Ju përshëndes nga Bryant Park, New York.